Çfarë është nën Vatikanin? Ky është qyteti i Vatikanit, shteti më i vogël sovran në botë, që shtrihet vetëm 49 akra në zemër të Romës. Miliona njerëz qëndrojnë në këtë shesh çdo vit dhe shikojnë lart arkitekturën e rilindjes dhe kupolën imponuese. Por ajo që këta njerëz nuk shohin, është se pjesët dhe sekretet më interesante nuk janë në nivelin e rrugës. Ato janë këtu poshtë. Ej mik, nëse po shikon këtë, do thotë që e pjesë e këtij udhëtimi që kemi nisur bashkë. Çdo video, çdo postim, çdo moment që ndaj me ju, ka kuptim vetëm fal jush. Por për ta çuar këtë pasion edhe më larg, kam nevojë për mbështetjen tënde. Duke bërë abonent i kanalit për një shumë simbolike, ti nuk po paguan thjesht një abonim, ti po ndihmon që ky vizion të vazhdojë të jetojë. Çdo mbështetje sado e vogël është një shtysë e madhe për mua që të krijoj më shumë, më mirë dhe me më shumë dashuri për ju. Bashkë kemi ndërtuar diçka të bukur, dhe tani është momenti të arrisim edhe më shumë. Nëse vlerëson atë që bëj, nëse ke marrë ndonjë emocion, buzëqeshje apo frymëzim nga përmbajtja ime, atëherë të ftoj me zemër të bësh abonent. Falteje, ky kanal do të vazhdojë të rritet dhe të sjellë diçka të mirë për të gjithë ne. Kliko abonohu dhe bëhu pjesë e zemrës së këtij komuniteti. Grota e Vatikanit. Ajo që po shikoni këtu quhet Grota e Vatikanit, dhe është gjëja e parë që ju kujton se Vatikani është shumë më tepër se sa thjesht një kish. Ky rrjet tunelesh përbëhet nga